ka prej atyre që nuk e tërheqin karrocën, për anë të ngordhur, dhe iqin sikur e tërheqin karrocën, dhe ka kuaj pastaj të fort të sfiduar, të provuar në beteja, pra e kisha në kuptim figurativ, e kisha në figurë figurativ, jo për t'i krahasu me kuajt. Në mënyrë absolute që mos keq kuptohem, s'pari. Pra, generali Wend është personalitet i provuar në luftë, në diplomaci dhe në komandat më të vështira operacionale, qofshin tonë ko lufte, paqe, por edhe në situata shumë vështira diplomatike, si që është konfliktin lindën e mesme, në ndërmjetësimin midis palestinezëve dhe Izraeli, së pari. Së dyti, sigurisht që për ekzekutimin e misionit ti, sa më real, një lider, një ambasador me një eksperiencë të tillë, ka në dispozicion jo vetëm aftësitë e tij, por edhe një sër organizatash dhe zyrash cilat bashkëpunojnë Shqipëri që nga viti 91 kur shap ambasada. Dhe sigurisht, tashmë problematikat shqiptare janë problematika shumë të rëndësishme, të cilat ai i përmendi edhe gjatë diskutimeve në Kongres dhe në Senat, dhe një nga dhe disa nga shqetësimet kryesore është korrupsioni galopant dhe lidhja e qeverisë me krimin organizuar. Dhe pikërisht në mënyrë diplomatike i ka deklaruar që patjetër unë do të shkoj në terren, pra do të dislokohem në Tiranë, do filloj misionin dhe pastaj në bashkëpunim edhe me zyrat, edhe me informacionet, por edhe në mënyrë të drejt për drejt në bazë të misionit që ka nga Departamenti i Shtetit, do të zbatoj, do filloj misionin e tij. Ka një pritshmëri të jashtëzakonshme nga opinioni publik shqiptar. Po të lutem, nga diaspora shqiptare veçanërisht dua të di, nëse mund të ndërpres këtu, se kjo është pyetja ime e radhës në fakt, se dua ta kem dhe në rekord këtë për pas disa muajsh. Ju e një pjesë aktive e diasporës shqiptare, vijoni të jepni kontributin tuaj edhe në Shqipëri dhe aty ku ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këtu do ndalem te pritshmëritë, veçanërisht diaspora shqiptaro-amerikane, ka një pritshmëri ndaj këtij ambasadori në këtë moment të rëndësishëm, të vështirë për demokracinë shqiptare që ai po vjen? Pa diskutim që po, pritshmëritë janë të larta, e para e mbështesim si shtetas shqiptaro-amerikan, kemi pritshmëri që statu quo-ja e politikës shqiptare aktuale, gjendja e cilën gjendet situata politike dhe sociale, por edhe krimi organizuar, edhe korrupsioni, edhe situata drejtësisë është shumë e rëndësishme që në Shqipëri të fillojë të zhvillohen reforma, të përshpejtohen reforma dhe të ndalohet një herë për gjithmonë kjo hemorogjie jashtëzakonshme e largimit të qëllimshëm të shqiptarëve. Së dyti, në të gjitha rastet, edhe si shtetas amerikan, cilët me drejt zgjedhje, jemi të gatshëm në çdo moment për të ofruar ekspertizën tonë në të gjitha fushat, pasi siç e dini ju, shpesh herë, në shumë raste, edhe ambasadorët e kaluar, po shpresoj që edhe ambasadori aktual, edhe për shkak të backgroundit që kemi, edhe për shkak të objektivave të përgjithshme ne si shtetas shqiptar-amerikan që kemi pritshmëri të larta nga ana e diplomacisë amerikane, por edhe vetë roli dhe misioni i tij është, pra pritshmëritë janë jashtëzakonisht të larta. Dyshja Rama Vučić, një diplomaci amerikane si kjo, dhe Vučić deklaroi këtë fundjavë që shkoi se do të